Padyshim që mbi bazën e studimeve dhe realitetit dhe zhvillimeve gjeopolitike sot, çështja e Çamit është një problem kombëtar që kërkon zgjidhje dhe do të marrë zgjidhje. Më lejoni që para se unë ta parashtroj si problem, të kujtoj faktin që si vjet jemi në 110 vjetorin e Konferencës Ambasadorëve dhe të coptimit të trojës shqiptare. Pra, që në 1913 me vendimin e 11 gushtit të vitit 1913, trevat jugore, jug shqiptare, deri në Prevez, i kaluan, i aneksuan Greqinë. Këtu fillon procesi i kolonizimit grek të gjeohapësirës shqiptare të Çamrisë. Dhe këtu fillon dhe kalvari, janë 3 etapa të lëvizjes migruese të deportimit me forcë të popullsisë shqiptare të Çamrisë në drejtim të Turqisë edhe të Shqipërisë, dhe finalizimi është në 1944.